Në fund të muajit nëntor të vitit që lan mbas, në rrugën Det Gjon Luli nisi një projekt i cili konsistonte në rihabilitimin e kësaj rruge. Bëhet fjalë për një segment rrugor jo më tepër se 1 kilometër të gjatë, i cili do të rihabilitohej në total. Kjo rrugë lidh zonën e Kuzum Babas me lagjen Hajrot Çakëri, zonën e njohur si ish fabrika e çimentos. Për shkak të kushteve të munguara infrastrukturore, ishte tepër e domosdoshme realizimi i këtij projekti në një rrugë ku përgjatë saj jetojnë me qindra familje. Në zonë u vendos edhe tabela informuese këtij projekti, e cila lançoi nisjen e punimeve me afat 2 mujor. Sipas të dhënave në tabel, punimet duhet të kishin përfunduar në fundin e muajit janar apo në maksimumin e tyre në mesin e muajit shkurt. Por një prej projekteve më të rëndësishme të zonës, ashtu siç vijoi me ritme të larta, nuk vazhdoi për shumë gjatë. Disa ditë mbas nisjes së punimeve në fund të vitit që lan mbas, puna në zonë u ndërpre. Firma e cila nisi këtë projekt u largua nga zona duke braktisur punën. Sot bloku i banimit ka mbetur njësoj si më parë, me të njëjtën infrastrukturë rrugore. Madje mund të theksojmë edhe faktin që nga ky projekt nuk ka më asnjë shenjë ku edhe tabela informuese që ishte vendosur në të, tashmë është hequr prej andej. Segmenti rrugor vijon të mbetet mes amortizimit, mes gropave të shumta të cilat sa herë që ka shi mbushen me ujë, duke kthyer këtë rrugë në të pakalueshme. Për më tepër, edhe ato ditë që u punua në zonë për ndërtimin e vendkalimit të këmbësorëve, as kjo punë e nisur nuk është bërë, duke lënë këtë rrugë sot edhe pa trotuar. Për të mos të folur për ndriçimin rrugor që mungon duke bërë që banorët nga shtëpitë mos të dalin dot përgjatë mbrëmjeve. Madje as rrjeti i kanalizimeve dhe atyre kulluese nuk është rihabilituar. Banorët jetojnë sot në të njëjtat kushte si më parë. Nuk ka asnjë informacion përse punimet u pezulluan në një projekt ku u shpall edhe firma fituese, u akordua edhe fondi për realizimin e tij. Madje në terren zbarkuan punojësit e firmës, makineritë e tonazhit të rënd, të cilat punuan disa ditë përpara se të braktisnin punimet. Ndërkohë, asnjë informacion nuk ka as mbi faktin se çfarë është bërë me fondin e akorduar për realizimin e këtij projekti. Ku ka shkuar ky fond? A është përdorur dhe për çfarë është përdorur?